mungesa e modestis është sjellje divash. Div lind apo bëhesh? Një konkurs talenti dhe fap, hapen dyert, dritaret, kapakët e kavanozave, dhe fama jote bëhet më e famshme. Kisha një siguri që edhe vetja kisha frikën. Dija të kërceja, të këndoja, të aktroja, të bëja punët e shtëpis, por se me çfarë do të konkuroja, këtë se kisha vendosur enda. Rjam baskene dhe mendoja, po si kur ta filloj me këngë, si do ishta? Po shndrite diell dhe burimi këngës lusheve, mi përcjell. Interesante. Hej, for po ngro ky diell, edhe trimat në përmend mi sjell. Mi përkëdhej nga ky diell i kosime, shtrisin shekuj me zhëmime, edhe krisma e shqiptarit zjarr flakëron. Po ku ka si ti o Shqipëria ime, po fisnikja për mbi gur, rjet në këngë e ligjërime, ballë larta me flamur. Skandaloza, mu duk vetja si kafsh që ishte duke dhënë shpirt. Wow. Po me kërcim. Wow. Po e provoj me kërcim një. Frika ime është që mos ngjelet e famshmja e Roskovec, ngjelet si viti i lokal, sepse meriton më shumë. Po këtu i duhet defi vogël, se kjo është kjo e Carmenit, ka zgjedhur një shumë përshtypje. Hajde, bravo. Ndam. Jo, as me kërcim jo. Mu duk vetja si ato gocat e ekuilibrit në cirk. E qeta. Do shkoj atje, do të recitoj një poezi dhe do iki. Me që e kam edhe si talent të freskët. Kara Reza, ndër bajama, të bine vetë, këshu e bvete ama. Të shke më i bishë kja në fshan, kja në fshan e vetë lat vran. Nuk është gjamër i lumnana. Tu shinis mre gjilpana në balkue, eja bashk me kërkue. Nan, dashnia më ka molis, prandaj kja ju tu shinis. Mori bi, më si pranvera, pash një dile, pash një tan, ndi këto sot, të sokol ke zan. Po qëfar sokoli thumi, nan, po të thash më i të thash, nan, dashnia më ka molis, prandaj kja jo të shënis. Pra, e gjeta se me qëfar do të hyja, dhe më në fund erdi dhe rada ima. Unë baskene, me zi prisja të më thërisnin emrin, më zonë edhe një palethe, sigur në kishin futur brenda një frigoriferi. Dola. Po si dola, thuaj, duke kërcyer, duke u hedhur, duke u dridhur. Sa hyra unë në sken, publikut filloj të qeshte fytyra. Pran, ma afrohet prezentuesja. E bukur, e gjatë, elegante, plot sharm. Dhe ndërkohë që ishim duke pritur vlerësimin e juris, prezentuesja zgjat dorën e saj të gjatë dhe elegante drejt mikrofonit, me ato gishtat si shtizat e mami tim,
më thot që mikrofonin e mbaj unë dhe ti flet kur të them unë. Imagjinoj pak sa frikë mund të kishte ajo nga e folura ime. Por në fund... Ti ndërkohë vazhdoje të dridhesh, apo jo? Se kishe nga to ethet si në frigorifer. Po, isha me emocione tani, dalësh sken. E kapi mikrofonin, ma mori mikrofonin nga dora. Iku ajo, vazhdo ti tani. Dhe Juria, duke e ditur se unë isha nga Fieri, Nga Roskoveci. Nga Roskoveci. Nga Roskoveci. Më pyeti nëse mund t'i këndoja një këngë fierake. E ja bëra qefin. Vish fustani në me toka, hajde dhe moj fierakeja, e kushta bleu, e kushta dha, hajde dhe moj fierakeja, e a i djali që më ka, hajde dhe moj fierakeja, e që më mori me sevda, hajde dhe moj fierakeja. Bravo! Edhe vazhdonaj. Sa mbarova unë? Mos ma lëvdo, edhi më e dalka to tasho. Sa mbarova unë, publiku u ngrit në këmbë, Eduard Trokiti dhe Fishkëlleu me sa fuqi që kishte. Prezantuesja me vërtet ma mori mikrofonin dhe nuk fola dot më. O më falë, është prezantues. Se ke gjithë kohës me thonjë të gjatë me gjëra. I skenoj me Isti, nuk ka thonjë të gjata, nuk i ka të dhëna. Po lere djalit mos i Jo, gjeni Istin e kemi yll. Jo, po unë djeva gjithë kohës, po, djes. Prezantuesja me vërtet mori mikrofonin, por unë dola fitimtarja. Sepse publiku dhe Juria ishin me mua. Unë mora 5 jeshilet e juris nga 3 vetar që ishin në juri. Bravo. Pra, kjo ishte ëndra e një dive. Bravo. Faleminderit. Bravo. Natyrshëm që unë shumë isisht, pavarësisht nga gjetja, sepse ti je vogël, koha, rruga do të japi atë në përmjet punës së dur, do fitosh eksperiencën dhe pjekurinë e dur. Mos jeto më në përëndra, po fillon ndërto realitetin dhe të ardhmen. Ushqe gjithë dashurin që ke. Në përgjithësi profesionet të tilla janë. Nisin si hobe, si pasione, ushqen me dashuri dhe pastaj kthehen në profesionet dashuruara. Profesionin po e deshe, ta kthejnë me të një dhe monedh. Ta uroj. Duhet të përgëzoj për progresin që ke nga hera e kaluar, e kishe më të koncipuar fabulën, ishte më e qartë, vazhdoj të mendoj që je shumë më e mirë në këngë se sa në sfera tjera. Ose në base mua më rrej zemra aty, nuk e di. Nuk e di, fundja ti ajo që e cakton ku je më e mirë, po kjo është dhe të mendimi. Dhe të lumt për progresin. Faleminderit. Ti na rikonfermove sonte me këtë performancë që je potencialisht shumë e aftë për një musical apo për kabare. Sepse, ashtu si shtagoni, në aktrim ndoshta ke nevojë për të limosur pak apo të tjera, por ke brum nga të treja zhanret. Aktrimi është fusha ime, unë aty jam, por doja që të sillja diçka që të tregoja që çfarë di unë të bëj dhe çfarë jam e aftë unë të bëj, por te aktrimi jam më me këmbë në tokë. Kuptoj. Por sonte në balet solle momentin më të vështirë të Carmenit, kështë marrë edhe atë defin me vete që ta godisje kur të ngrije këmbën, edhe e përballove shumë mirë, sepse ajo është një pjesë shumë e vështirë, se në vërtetën dhe kur filloj mbeta shumë e sorprizuar se si kishe zgjedhur një pjesë aq të vështirë. Unë të shoh, pra, tek kabareja dhe tek musicali, bravo.
I dashur Roskovec. Mua që në fazën e parë të audicionit më ke rezatuar një gjë shumë të mirë. Si të them të kam për zëmër, që në momentin e parë që del në skenë. Më pëlqen gjithashtu edhe një lloj në thonjë arroganca jote, për shembull në rastin e fundit që dhe unë aty jam, tha te aktrimi jam, sikur kishe bërë 2 diploma rresht. Dhe kjo gjëja sigurisht mund të shtyqë një të ardhme ti kesh 2 diploma rresht për atë gjë që ti sapo the. Arroganca duhet shoqëruar sigurisht me të njëjtën fazë dhe dozë me qasjen që publiku apo ajo sken që ti e aty duhet ta mbaj. Më kënaqe, mos zbavite dhe një jetë të mbar. Faleminderit. Kemi ndjekur kështu 5 performancat e para. Jemi në gjysmën e kësaj mbrëmjeje, emocionet tani shtohen për ata që kanë performuar deri në këtë moment. Juri e dashur, është momenti që të shkojmë backstage në dhomën tonë të vendimeve, aty ku Juri e diskuton dhe vendos se cilët janë emrat e 2 pretendentëve për të vijuar garën nga kjo 5 e parë. E di çfarë do bëjmë? Meqense kjo është gjysmëfinale e fundit, unë dua t'i shoqëroj që në fillim edhe dua të jem pjesë e të gjithë bisedave që bëhen, ndërkohë miq, ju ndiqni të gjithë diskutimit. Çka ka? Ky momenti. Momenti që vetëm Isti e ka qeftë. U ftes për këtë moment. Vetëm ti e ke Po ti shoh të vuani. Jo, është shumë e vështirë sepse sonte kishim shumë element të mirë. Unë jam një natyre që nuk para... Interesante, po jo në një lloj zhvillimi të madh. Po kishim edhe vokale fantastike sonte. Bravo. Nuk kemi vokale në finale, nuk kemi shumë vokale. Po. Kjo nuk është predispozit. As taksative, se ndryshe... Për shembull, kjo është tjetër nivel, është. Sa i përket kësaj, kjo ishte profesioniste për mendimin tim. Është tjetër univers. Bëri diferencën, se në univers e njëjta është ajo Adelina. Plus minus aty është domon. Jo, bëri. Ha në gjiza edhe kjo domon, aty jemi. Por bëri diferencën. Varet si vjen tek secili. Kjo ishte UFO për mua. Për mendimin tim kjo është absolute duhet kaluar. Problemi është edhe unë jam. Prit. E bëre fakt. Jemi dakord. Unë jam dakord për edhe unë. E që jam unë para 2 grave. A kush e ti, moj? Drejtore Vica? Gjesh dhe unë. Hajde, ishte, opa. Vendose. Më lër ta var, ta nder. E tash? Të nder dhe unë diçka me nder. Tani, edhe këtë zhanrin këtu e kemi dhe shumë... Shko, në qoftë se të më lejoni jo për shkak të moshës, apo realisht ne kemi pasur disa lloj disiplinash edhe gara ka qenë aty me element. Unë sot jam realisht jam befasuar nga magjia e këtij djalit. Po. Gjithashtu. Edhe unë. Ishte shumë i fortë. Edhe unë jam. Edhe unë jam për këtë. Unë konfirmoj edhe backstage. Kush më ndjek, a je në Terezi? Më thënë, po t'ishe një mendim kundër, do t'ishe gabim. E do jetën? E duam jetën dajnë Alini të jetojmë. E nderim dhe atë, po me nder, mua më pëlqen shumë që zgjedhjet që keni bërë edhe backstage kanë pasur ndikim jashtëzakonisht shumë të mirë, kështu që vërtet? Ajo është rëndësishme. Atëre, po besoni. Duhet të shkojmë, po. Një themun, okej. Julia pozicionohet gati për skenën. Jemi gati. Plazh miq Jemi me gati. performancat e këtij grupi për të rifreskuar memorien dhe presim vendimin e jurisë për ta shpallur publikisht. Na ndiqni.